Jo, doja një koment edhe për këtë aleancë madhështore dhe për deklaratën që bëri edhe Ilir Meta një ditë më parë kur tha që është sakrificë e madhe për të që të garoj në listë të hapur për Tiranën. E shih në sakrificë realisht apo Meta është i bindur që ai vetë gjeneron mjaftueshëm vota dhe më mirë të blindoj listën me të tjerë deputet se sa veten e tij? Sakrificë kuptimi që krahasimi me të tjerët, ti vetëm që e bën, është një risi. Do të thonë kjo. Në aspekte jashtëm si sakrificë, sepse askush nuk e pranon as Rama mund të shkoj fare në zgjedhje. As Kekan Berishës. Por sakrificë nuk është sepse tek Meta nuk është kjo zgjedhje ka rëndësi. Tek Meta ka rëndësi problemi drejtësinë. Pasi që se problemi drejtësinë vazhdon, edhe po të zgjidhet do eci Beleri. Beleri fitoi, po e pat që drejtësia nuk e la ta shijonte atë fitore. Kështu që nëse drejtësia mban në burg, deputet sepse kot. Ja, nëse ti del nga burgu dhe nuk je deputet, korrekt, të që nevoja një deputet i zgjedhur i LSI-s, jep dorëheqjen dhe ky e zëvendëson, nuk e ka problem fare. Kështu që nuk është një sakrificë reale, sepse problemi se sot tu zgjedhur, problemi ka Meta dal nga burgu. Në burgu mund dalësh person ai nëse koalicioni fiton, nëse ka një revizion të reformës së drejtësisë, dhe ai mund dal nga burgu. Se hapat ligjor pastaj nuk e di me merr Meta mandatin, del nga burgu për t'u betuar, se mbaj mend të gjithë edhe atë se çfarë ndodhi me zotin Beleri që nuk u lejua që ta marr mandatin. Megjithatë, ky koalicion që ka jo vetëm Berishën edhe Metën si protagonist kryesor të paktën në listën e Tiranës, por Vangjel Dulen, Shpëtim Idrizin, Fatmir Mediun, por mbi të gjitha Idrizi dhe Dule në të njëjtin koalicion. Kjo thënë më para. Kujtohet usa Beleri në përfaqësues si Partisë PD-s, Partisë Sovraniste, ti e djathtë me një Beleri që pas ka marrë pjesë në ato luftimet, po diun ato provokimet në armë që u bën në Peshkëpi, të jugut të Shqipërisë para shumë vitesh. Që një tapimik. Por kur bëhet fjala, unë nuk pabitem në të raste. Shikoni, Merz sot në Gjermani. Shikoni Gjermania sa qesharake. Bje shorci, për ta pap shorci, se kështu bje. Apo jo? U bën zgjedhjet në Gjermani parakoshme, sepse SPD-ja, pra nuk ishim të aftë, për të kesh prapë atë ministra. Nuk është një risi shqiptare kjo. Shikoni prapë në Gjermani. Në Gjermani që ai kamp normal gjerman, kur ne gjermanët nuk do të bëjmë marrëveshje politike me ekstremin e djathtë. Merci e bëri, e kujtohet, po tonë një bashkë. Isë ma bitë fare. Nuk që të dy paleve, edhe Idrizit, edhe Dules, ka vjen re Berisha i dha një lloj garancie që me mua, Berish, do kene një paqësim, marrëdhënie me Greqinë. Nuk e di, në 10 vjet, 15 vjet që në pushtet Berisha, s'ka dhënë aq shumë intervista për tipin grek, sa që kemi parë këto javë të fundit. Keni vënë? Po. Do të thënë që Berisha i sot dy paleve, unë jam mjaft sot të paqësoj marrëdhënie me Greqinë, duke paqësuar edhe ty Idris do kesh llokun tënde sepse do kemi zgjidhje problemin çam. Dhe ti Dule do kesh llokun tënde sepse po ashtu do kesh një zgjidhje të pronave që vidhen në Himar etj. Do t'i kesh. Kjo është nuk duket shumë e vështirë ti vësh të dy bashkë. Ta mbyll. Po. Nëse PS-ja fiton, zgjedhë majorancën, sa vitin që Idrisi pa drejti, dhe më vonë, po ti bashkërivat me Ramën, kur bëhet fjala për ligje të rëndësishme në parlament. Është politika, nuk është vetëm Shqipëria kjo. Shikoni se prapë si po rita bëri këtu, shikoni prapë sot se si po kthen tani erën me Zelenski. Pasi e portoroi, duke parë që sondazhet e Amerikës i vjen, duke parë se si ran, duke ditë që nuk është po bën një katastrofë në bursë në e kaluar. 450 miliard dollar humbi në bursë nga firmat e mëdha amerikane të Pekinit. Sepse në botë të tërë sot po mobilizohet kundër amerikanëve. Kreu gjithë e kthejnë. Nuk është Shqipëria vendi i vogël, rasti i veçantë. I them shumë shpesh për këtë gjë. Mesazhi që kam është që spaku sot të dëshmoj që i ka seriozisht luftën kundër krimit zgjedhor. Mu duk një paradoks i jashtëzakonshëm që këtë QZ-ja dënoi manifestimin, shfaqjen e Ramës në Fshehin Skënderbej me Bashkinë. Pra, po këtë që një miting elektoral, në shtishëm, dhe paku nuk veproi. Kjo mua më shqetëson sot,
kur në Shqipëri të dënohet krim litoral, sepse Shqipëria marrë një rekord që ka dënuar një antar të opozitës Belerin për krim litoral, që zgjedh bën nga majoranca. Se spak në këtë rast mund t'i lajduar duke thënë që ende nuk kemi në periudhë zgjedhore dhe ende nuk kemi në monitorim. Po krimi litoral është krim penal. Në Evropë nuk ekziston asgjë bëri spaku. Vetëm në Shqipëri pash që spak krijon një platformë speciale për krim litoral. Dhe neve në krim litoral është kur vjedh një vezë, kur vjedh një vezë, vjedh më shumë. Vjedh një pul. Kur bën një krim litoral është krim penal. E kuptoj. Nuk ka pse presis pak. Apo jo. Zoti Burimi përdori mjete publike për të mbledhur 6.000 punonjës bashkisë në çesh partinë e tij, krim penal pas elektoral. Si më tepër, është abuzim. Sarkozy për këtë u dënuar, për këtë u sirë në gjyq. Sarkozy, se përdori mjetet e Elizes për të rizgjedhur si president. Vetëm në Shqipëri spaku nuk pret akoma, sepse pret një herë instruksione nga amerikanët, nëse i duhet apo jo t'i bjerë Ramos, siç bëhet dje instruksione nga amerikanët, duhet apo jo t'i binte Berishës. Kjo mua më vjen keq me spaku Shqipëri që nuk është i pavarur. Ta mbyll me pyetjen, kë nuk do doni të shinit më në parlamentin e 2025-ës? Midis kolegëve kjo pyetje s'bëhet. Ne jemi gazetarë, ne jemi për të realizuar. Besoj ka shumë emra? Jo, unë jam gazetar, nuk unë them që edhe Hitleri u zgjedh demokratikisht. Një popull zgjedh atë që doj. Nuk kemi në gazetarët të njerëzve që duhet të votojnë. Në këtë rast ta lëm zanatin e gazetarit dhe bëj po ashtu bëj militant politik. Neve analizojmë pasi më tepër. Shqiptarët duan të votojnë dhe më të keq të votojnë, siç votojnë gjmarrët për Hitlerin dhe pastaj pushon mbrapa. Popujt janë ama të lihet popujve mundësia të votojnë siç duhet, jo sa popujt ti. Një shkosh të shtrëngosh. Si thua Berisha nuk është i mirë dhe mos ti. Dhe prandaj edhe sot amerikanët kanë të drejtë për mendimin tim, nuk i bëndof në Rumani, është që ne i themi rumunëve që ai kandidat nuk është i mirë. Populli të votojë, nuk ka popull që votojnë mirë apo keq. Demokracia kjo është, populli voton këtë doj, e veshën Trumpin e votuan. E duan veshën të votojnë, e duan të votojnë. Por ama, në që të votojnë, dhe vota mos vidhet, o në Shqipëri, vota vidhet dhe kthehet ose be o diri. Në të në qëjtë. E qartë. Faleminderit shumë zoti Burimi, ishte kënaqësi që ishit me ne. Folëm pak për emra në ajër, megjithatë do të kemi mundësi që të ndajmë të tjera biseda në vazhdim. Faleminderit. Faleminderit.